do ta tregoj një ngjarje e cila kjo është ngjarje tashti pak simataze. Kur ishën tashti në Zvicër, në thirrën një bosnjak, e kam vajzën smuta shumë. Njëri prej hoxhallarëve i kishte lexuar pak, dhe i ka thonë pritë se vjen hoxha tashti. Hoxha Nesimi thotë ai din të ketë punë më mirë. Edhe faktikisht shkova unë te shtëpia e tij, dhe ajo vajza faktikisht e kishte ndryshuar komplet, e kishte ndryshuar atë formën e vet. Mu më thonë plotësisht sikur kjo ishte e kuq. Jo veç fytyrën, po edhe trupi komplet me pika këtë kuq. Sikur që më tregoi ai baba i saj. Edhe u duke prej durve, domethënë duket ajta këtë komplet. Mjekësia, domethënë kanë në spital, s'un ka mujt asnjë më ndihmu. Normal se ata sikur që mjekësia sa herë, ata japin domethënë injeksione ose hapash për me qetësu. Çfarë kanë, s'ka çetër mënyrë për me ndihmu. Edhe sa e lisa unë me lexu, sikur që këtë reakcionet i kishte, sikur që është në gjin i ujit. Edhe normal ja nisi me nxjerr gukën, ja nisi me lëviz shpejt, edhe me lëviz shumë, edhe ai baba sa e majke. Tash më e mirë, edhe e përdora forcën këtë pjesën e shpallët. Jam shohën 3-4 herë, e pas si edhim kjo shumë, edhe ra poshtë. Edhe veta amin tash si e kemi ta nuk e di. Tash dil, të ke ku ka më shku, s'di ku më shku. Tash dil, edhe jam shohën 3-4 herë, edhe erve dije, tha unë. Edhe e lash. Nesrit njëtë situatë, ja nisa me lexuar thash maja se kam e përdorur edhe pak forcën, se e parë se shpat dhe shumë ka ndikim. Përdora forcën thash si e ke emrin, e kallzoi emrin Loki. Emrin Loki e kish po. Ajo kish emrin Denisa, ajo vajza më së veti kish. Tha e kam emrin Loki. Edhe thash a ki me dal tha ka me dal. Edhe jam shohën 3-4 herë, edhe ra poshtë. Edhe tha unë e kallzoj emrin e vet, Marcelina. Unë jam. Edhe u çu edhe unë i lexova një ujë, e i thash me çikit ujë thash, stërpik trupin thash, se e kish trupin katastrofë. Edhe herën e tretë kur shkova unë, tha turta ja kanë nisur më kthy tha normal. Ama tha dhe vendin tha ku e stërpiki me ujë dhe ja bëj kështu tha, çikit pjesë ta kallzoj këtë tha. Tha këtë po më heket tha. Është po më heket. Edhe ja friva dhe një ujë. Thash për herën e 4 kur vi thash çfarë ndikimi. Thot gati se thot jam kthy, gati se ishte kthy, domethënë normal, situatë normale. Bile edhe kam pas për njëtë me bën një intervistë, domethënë me këtë vajzë, më ja parashtuar pyetje edhe domethënë smundje, domethënë si ja kanë smundja, domethënë çka kanë thënë mjekët, domethënë edhe përfundim i kësaj, po mirë, po alhamdulillah, me herën e fundit të 4 kur kam shkuar, ajo ishte kthy domethënë në gjendje normale. Edhe i lexova edhe sa, më herën e tretë, edhe herën e katërt, e kam përsërit rukjen, nuk kishte kurfar lëvizje, kurfar ndikimi. Për dallim nga herën e parë. Nuk kishte kurfar ndikimi. Gjatë leximit ja. Edhe kjo tregon se në këtë rast kur thet dal, edhe i lexon rukjen, edhe ja përsërit një herë, edhe 2 herë, edhe nuk ka kurfar ndikimi, ajo tregon se gjini faktikisht e ka lishuar domethënë trupin e saj, edhe normal se ajo është kthy domethënë në gjendje normale. U kanë këta mundesh me thonën e deformum komplet e deformum. Mirë po alhamdulillah te Allahit, ky rast i përfundu dhe alhamdulillah u shëru me lejen e Allahut, me izin e Allahut. Kjo është një prej rasteve, kjo është mataze. Edhe pse ka pas edhe çera raste ka pas, mirë po. Po zot, ai është në gjendje normale që shkon. Po, në gjendje normale, sikur që u kam përpara. Është këtu. Komplet. Bile unë përzyti kur shkova për të thira, ta vërtetoj tha shumë është mirë tepër. Edhe ajo vetë shumë e ndi veten sikur që kur jam kanë paket problem. Edhe pse gjatë leximit rokjes, tu i lexu nana e saj i vike me vjell, ajo motra e saj qetra aty në sobë, i kërsit ke zemra shpejt, edhe kjo ai baba i saj thotë, "Qafa, kjo është një prej simptomeve çka kjo tregon se të gjithë kanë këtë virus, e kanë këtë problem." Po, mirë po dikush ndikimin e ka më të madh, dikush e ka ndikimin më pak. Edhe varet, domethënë si e ka gjetë, domethënë vendin. Si e ka gjetë situatën
si e ka gjetë situatën gjini, edhe bota e gjinëve. Te dikush deporton shumë ma lehtë. Te dikush s'u deporton. Çfarë është? Shumë me deportu. Allah nuk e ka lejuar me deportu dhe mi bë problem dikujt. Te dikush shumë ma lehtë deporton dhe i bën shumë probleme. Edhe kjo është një pjatim e rasteve i cili elhamdulillah me lejen e Allahut u përfundu dhe ajo u kthye në gjendje normale.